folën si të mundshëm për t'u angazhuar në garën politike të kryeqytetit, për herë të parë ngjallën një reagim të dyfisht. Nga njëra anë, u pritën me entuziazëm dhe simpati tek shoqëria civile, tek ata qytetarë që nuk janë pjesë e partive dhe, nga ana tjetër, po përballen me një armiqësi të pajustifikuar brenda strukturave të ngurta të Partisë Demokratike. Në vend që të shihen si një mundësi për hapje, rigjallërim dhe rifreskim të opozitës, ata po portretizohen nga mendje mykurit si agent të Sorosit ose si figura që nuk përmbushin standardet e partisë. Pra, në vend që të shërbenin si një moment reflektimi, kjo situata brenda opozitës dhe Partisë Demokratike është shndëruar në një shfaqje pasigurie dhe frike. Kjo sjellje nuk bën gjë tjetër vetëm se tregon gjendjen e rëndë të një partie që nuk e pas ka problemin vetëm te leadershipi, por edhe tek ata që e ndjekin me lugën në brez dhe gavetën në qafë për ndonjë tas grosh. Për vite me radh, Partia Demokratike në drejtimin e Berishës ka ndërtuar një ligjërim me armiq imagjinar, të brendshëm dhe të jashtëm, dhe në kohën kur kjo parti do të duhej të hapej dhe të shihte përtej oborrit të vet, ringjallet instinkti ruajtjes së gjendjes së pandryshuar, sepse po erdhën nga jashtë do na marrin partinë dhe meritat. Pra, më mirë në opozit dhe të jemi ne, se sa të vi dikush të fitoj dhe të na rrezikoj ekzistencën tonë. Në kushtet ku ndodhet PD në drejtimin e Berishës, emrat që janë propozuar më tepër do t'i bënin nder Partisë Demokratike dhe opozitës dhe jo e kundërta. Mirë po, nëse PD nuk arrin ta kuptoj se në gjendjen ku ndodhet vetëm se do vijoj të thelloj humbjet dhe humnerën e vet, asnjë emër me profil dhe kontribut publik nuk duhet ta ndihmoj të dalë nga gjana ku është zhytur dhe nga balta që vet ka gatuar.